Ne kur I mbështetemi Allahut një, kur ne e aktivizojmë tevekkulin ton, mbështetjes në Allahun I thuhet në Kur'an tevekkul. Kur ne I mbështetemi Allahut, kur ne nuk kërkojmë streh dhe prehje tjetër pos atë tek Allahu dhul xhelal, kjo nënkupton që ne jemi të bindur, e të qetë, e të sigurt në besimin ton të drejt në Allahun një dhe në mbështetjen ton në Allahun një, nga se ai është mbrojtësi I joni më I miri. Allahu fuqi plot, është I plot fuqishmi, është I gjithdijshmi, është I gjithmëshirshmi, Allahu është I urtë në vendimet dhe caktimet e tij. Planifikimi I Allahut çdo herë është më I miri për ne, edhe atëherë kur ne nuk e shohim, apo nuk e kuptojmë, apo nuk e lexojmë drejt dhe sakt caktimin dhe planifikimin që Allahu ka bë për ne. Më lejoni të përmendi 2 ajete, eventualisht 3 ajete, të cilat na sugjerojnë dhe na udhëzojnë që ne të mbështetemi Zotit të baraka wa ta'ala. Po e zëm, nëse e marim ajetin 160 nga kaptina Ali Imran, Allahu fuqiplot thot: "I yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Nëse Allahu juve ju ndihmon, nuk ka kush që ju mposht. "Wa in yakhdhulkum", mirë po nëse Allahu ju braktis, "faman dhal ladhi yansurkum min ba'di", kush pas Allahut juve do t'ju ndihmon? Allahu na rujt nëse Allahu na braktis. Cila është ajo ndihmë dhe ajo fuqi pos ndihmës dhe fuqisë Allahut që mund të na ndihmoj? "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun", andaj besimtarët e vërtet le të mbështeten Allahut fuqiplot. Le të mbështeten Allahut fuqiplot. Pastaj e kemi një ajet tjetër nga kaptina Taube, ku Allahu te baraka wa taala thot: "Fa in tawallaw faqul hasbi Allah." Nëse ata ty të braktisin o Muhammed, nëse ata ty nuk dëshirojnë të ndihmojnë e të mbështesin, thua ju ti atyre: hasbi Allah, mua më mjafton Allahu im, mua më mjafton Zoti im, la ilaha illa hu, nuk ka zot tjetër pos Allahut një, I cili është një I vetmi I pafillim, është I fundit I pambarim, është I plot fuqishmi, I gjithdijshmi, I gjithmëshirshmi, është ai I cili për asgjë në këtë botë nuk ka nevojë, çdo gjë në këtë botë ka nevojë për të. Është ai I cili mëshira e tij është më e madhe se sa mëshirën që unë mund ta kem për veten time. Është ai I cili me urtësinë dhe diturinë e tij absolute planifikon çdo gjë çfarë është në favorin dhe në të mirën time, më mirë se sa që unë do të planifikoja për veten time. Alayhi tawakkaltu, ati mbështetëm unë. Huwa Rabbul Arshil Adhim, ai është Zoti I Arshit madhështor.